Bujari nuk është futbollist, po është një fan si i Vllaznisë. Unë më e mend në 2008 kam qelluar ku boja diçka për Rretërshen Kronik Sporti në Peqin, ka luajtur Vllaznia me Shkumbinin. Dhe ku të pash stadium tash Bujar Qamile. Po. Unë e dia që fans, do të thënë, mbështetës i Vllaznisë, po mendoja që janë ndjekur në Shkodër, jo se shkollën në stadiume tjera. Dhe kjo më bëri shumë më la përshtypje të tani, ja, s'po të tregoj unë. Unë fillimisht nuk kam filluar si këngëtar. Okay. Unë kam qenë në shkollën sportive në Shkodër. Edhe kam dalë nga shkolla e mjeshtrisë sportive në Shkodër, klasën e 8, edhe kam shku për të futur në shkollën e mjeshtrisë sportive në Durrës, direkt. Kam shku atje dhe kam dhënë normat. Normat që ishin të topit, gjytja 25 metra me të majtën, 50 me të gjatën, në xhunglimet të top me krymën, gjana etj. Edhe fitova. Edhe kur shkova në Shkodër, më thanë, nuk e fitu, dhe shkosh në shkollë. O, nga që thashat, sa mirë, thërë bukuri. Mi po sa kështë fillu dhe me kënu kështu, pak të shakete për shpijena, për shëshnjena, për kështu. Kur tu pa gati me shku në shkollë, më thoi mu jo, dhe nuk ke me shku, thët se ti e një vjetë ma i vogël. Datë linja. Mera, më nërpre. Ma vazhdova servitin unë, prap. Vazhdova me Tritë Vllaznisë, lushe me Zmijanin, i vogël më burë. 14 vjeç. Okay. 14 vjeç. Vazhdojshëm në futboll, mi po u shkosh edhe me kënu. Tu të shku me kënu, e qyshë që u bashkë vetë djerës. Ma dhe thash ati që pa i latën futbollin këtë, po marrën të me të kënu. E vërë kënoshën në klub të rinis. E vendose vetë të gjë. Vendose në klub të rinis. Ka klub rinis. Ka kënë dikur atëherë, ku kanë dalë artistat më të mëdhenj të tanë Shkodrës, pra aty kanë dalë. E di kam informacion.